Kurti o përqarës, bërë ma përqarës se Albulena është. Sa ma marrëveshja, Shkupe din që edhe në marrëveshja ka pajtohen para emrin Albulena. Marrëveshja, LDK-ja qëllimin në final. Si sa pëndonë, këtë moment televiziv. LDK-ja krenar. Pajtohen a plotësisht me fjalin që e the. Kjo është një moment historik, zona o zotri. Registroj ato besi. Po, shumë mirë. Ma historik se Pse ava prit, se tani kaloj kjo moment. U pajton. Pse ndodhi ky moment, Matoshi, pse ka që... Për herë të parë. Po njeri për herë të parë që e thani të vërtet. Për herë të parë E vërtet, po herë të parë në studio me mus po ku sa ka qenë, e thani të vërtet. Albin Kurti është polarizuesi përqarësi maj madh i jo veç i shoqërisë kosovare, po edhe i etnisë shqiptare në përgjithësi. Dhe tutje. Do më thonë se ju e dini. Ama je duke sforcuar. Nuk shkon mirë me Romen, nuk ti e din. E ka përqarë skenën politikën Maqedoni. U quni herë ka përqarë atë prevarontin që i kumë thonë në Apazovicin, tash ka hesht, ku i kanë lëbë punë në qeverinë e Malit Zi shqiptarët. Do më thonë, asa është përqarë mje kjo? Okej, tani ta dha dorën edhe prit se duhet ta jap kundër Ma dha përgjigje. dorën, po ma dha dhe një spes djekës. Ta dha dorën me një spes Ka djetës. keq. Okej. Dhe hajde shpjegoj pak, a ka drejt Matoshi kur pasi ta dha dorën konstatimin që tha? Po e dha me spes djekë kushtrim për shkak se tha që unë mas pari nuk e thash bashkë ashtu, po e thash që nëse e këshypi perspektivës PDK-s, Albin Kurti o ma përqarës. Sa u tërhoqe pak. Jo pi perspektivës ta. Facebookin fjallë ka fundi emisionit. Po preje edhe këshyre. Okej. Pi perspektivës PDK-s. Hajde shkojmë me shikuesit se i kemi shumë të dashur shikuesit. Dhe emisionin e bëjmë për shikuesit. Pash